Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Lidhja Demokratike e Kosovës propozon qeveri të tranzicionit me gjitha partitë shqiptare. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku në një konferencë për media deklaroi se partia e tij nuk e pranon ftesën lëvizjes vendosje për koalicion. Ai propozoi qeveri të tranzicionit deri në zgjedhjen e presidentit të Republikës. LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK-ja kërkon unitet gjithë shqiptarë në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjend të qartë shtetare të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike dhe mbi gjitha e shëron polarizimin tonë. Thirrjes së Abdigjikut i është përgjigjur pozitivisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj njoftoi publikisht se është i gatshëm për diskutim me partitë politike shqiptare për krijimin e një qeverie me bazë të gjerë. Merret edhe Haradinaj ka deklaruar se nuk është i gatshëm të bashkëpunojë me Albin Kurti në krijimin e një koalicioni bashkëqeverisës. Lumir Abdigjiku ka marrë një përgjigje fillestare nga vetëvendosja për idenë e formimit të qeverisë nacionale të tranzicionit. Zëvendës kryeministri i detyrë i drejtësisë Blerim Sallahu ka quajtur si jo kushtetuese propozimin e Abdigjigut. Është jo kushtetuese të propozosh nga pozicioni i tretë qeveri tranzicionale. Kjo dhe format e tjera të krijimit të qeverisë i takojnë dikujt tjetër, ka shkruar Sallahu në rrjetin social. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve në Shqipëri, Ilirian Celibashi, mohoi cënimin e integritetit të votës së shqiptarëve. Në një konferencë për mediat, Celibashi theksoi se në përfundim të procesit, KQZ do të shikojë se si operatori postar DL ka përmbushur shërbimin dhe në varësi të saj do të vendosë dhe për përmbushjen e detyrimit për të paguar për këto shërbime. Celibashi theksoi se ka marrë në konsiderat të gjitha shqetësimet që kanë ardhur nga partitë politike për procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit, veçanërisht në Greqi. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi reagoi përpara ambienteve të prokurisë së posaçme pas padive për shpifjet e ngritura ndaj saj nga përfaqësues të biznesmenes Vilmanushi. Vokshi deklaroi se ka dorëzuar dokumente dhe fakte që sipas saj rrëzojnë pretendimet e ngritura kundër saj duke cilësuar akuzat si të pavërteta dhe të shtyra nga qarqet e lidhura me pushtetin aktual. Kam shtjelluar në mënyrë të detajuar duke dhënë prova, fakte, dokumentacion të mjaftueshëm përkatës që i përgjigjet çdo akuza, duke rrëzuar pra çdo akuzë të zonjës Nushi për shpifje në adresën time. Nuk do të hesh derisa të bëhet transparencë e plot për sa i përket këtij koncesionit të check-upit. Ajo theksoi se sulmet ndaj saj kanë për qëllim ta friksojnë dhe ta detyrojnë të tërhiqet nga denoncimet të saj për abuzimet me koncesionet politike. Sipas Vokshit, këto përpjekje janë pjesë e një strategjie më të gjerë për të mbuluar keq menaxhimin dhe mungesën e transparencës në qeverisje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.